Në fshatin Nikolic të Devollit pritet të nisë ndërtimi një resorti turistik I cili do të përfshijë një pistë të skish si dhe akomodim luksoz. Lajmi është bërë I ditur nga kryetari I Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, I cili ka pasur edhe një takim me përfaqësuesit e kompanisë, e cila ka marrë përsipër projektin. Sipas Tollkuçit, ndërtimi I këtij resorti që do të nisë nga Nikolica e do të shtrihet deri në Gramoz, do të sjellë jo vetëm zhvillim turistik, por do të krijojë edhe rreth 4000 vende pune. Unë jo më larg se dje kam patur një takim me përfaqësues të kompanisë e cila me sa duket përfundimisht do të ndërtojë kompleksin në Nikolic dhe një investim jashtëzakonshëm që do nis nga Nikolica dhe që mbaron në Gramoz, I cili ndërtimi I cilit besoj që do të marrë kohën e vet pa diskutim, po do t'i shtonte rajonit tonë një një atraksion jashtëzakonisht konkurrues dhe ne sigurisht do të bëhemi më të vizitueshëm dhe sigurisht ai atraksion do të jetë edhe një qendër e zakonshme punësimi me rreth 4000 të punësuar. Prej vitesh është folur për ndërtimin e këtij resorti turistik në fshatin Nikolic të Devollit, por duket se tashmë gjithçka është gati për nisjen e punimeve. Ky investim pritet të sjellë një ofertë turistike konkurruese, si dhe të shtojë edhe më shumë numrin e vizitorëve në qarkun e Korçës.